Ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania 4 Loredana Brati ka reaguar pas shpërndarjes së disa fotove që po bëjnë xhiron e rrjetit ku ajo shihet krajozit. Përmes një mesazhi drejtuar ndjekësve të saj, Loredana ka sqaruar se këto imazhe nuk janë reale, por janë krijuar nga inteligjenca artificiale. Ajo kërkoi që shpërndarja e këtyre fotove të ndalojë menjëherë, duke i cilësuar ato si dashakeqe dhe të dëmshme për publikun. Përveç sqarimit të situatës, Loredana shfrytzoi rastin të falenderoj fansat e saj për mbështetje, duke thënë se ata kanë qenë forca e saj më e madhe gjatë periudhave të vështira. Mbështetja e juaj ka qenë drita në momentet më të errta të jetës time, shpreh ajo. Reagimi vjen pas disa spekulimeve dhe thashetemeve lidhur me marrëdhënien e saj me Jozin, që u diskutua shumë gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP Albania 4, pas daljes nga reality show, romanca e tyre nuk mbijetoi. Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj që ky mesazh t'ju gjejë mirë. Prej disa kohësh po qarkullojnë foto të krijuara me inteligjencën artificiale në të cilat shfaqemi unë dhe Jozi bashkë. Do të doja që kjo gjë të ndalonte. Këto përmbajtje jo vetëm që krijojnë iluzione dhe keqkuptime, por edhe përhapin disinformacion. Duke marrë shkas nga ky mesazh, dua t'ju falenderoj të gjithëve që vazhdoni të më qëndroni pranë dhe të më supportoni secili në mënyrën e vet. Ju ndoshta nuk e dini, por keni qenë forca ime edhe në momentet e mia më të errta. Ju dua shumë dhe ju dërgoj një përqafim të madh, shpreh Loredana. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.